Vetëm për te gjuhës diplomatike e tjerë e tjerë. Tani ne jemi mësuar me Marta Kosin për këtë deklaratë, ndoshta edhe para ardhës, madje ka edhe para ardhës tjetër Marta Kos, e cila është me probleme. Mogherini që sot është me probleme me drejtsinë. Por pyetja që shtrohet është kjo. Është fuqia lobuese e këtij njeriu, i cili arrin edhe një Europë që ka 1300 kusure, edhe për shkak të konflikteve. Por edhe për faktin se është e kërcënuar nga zgjedhjet që do të vinë vitin e ardhshëm dhe kërcënohet nga zgjedhjet që mund sjellin në pushtet qeveri që janë jashtëzakonisht kundra integrimit. Dhe ndoshta kjo e bën që hajt të shënojmë një rezultat sado edhe fillestar apo çfarë? Mendoj që kjo është, por kam edhe një mendim tjetër në fakt, sepse Marta Kos vetë vjen nga një emajta slovene, e cila edhe ajo është lobiste, është e di shumë mirë vlerën e PR-it, reklamës, është njësoj si Edi Rama, paka shumë. Dhe ajo e di shumë mirë se kur duhet të godasi me puthje, kur duhet të godasi me batutën për të ngjitur korabin, ajo është njësoj si Edi Rama, janë dy si vëllezër siamez, duken që bëjnë vetëm shfaqje. Ajo ka thënë një detaj që duhet të nxitojmë të mbushim të gjitha këto kriteret, sepse dritarja nuk do ri për herë e hapur për të futur për integrimin. Do me thënë, ne po hym nga dritarja, nuk jemi duke hyrë nga dera, sepse duhet ishte që dera nuk do qëndroj gjithmonë e hapur. Ne jemi duke hyrë nga dritarja, dhe të hysh nga dritarja, diku nuk është hyrje normale, është një hyrje anormale. Unë mendoj që hyrja e pranimi i Barit, dhënia okej për i Barin, është në shkak të gjithë këtyre konflikteve që ka në Evropë, sidomos me Ukrainën, për të tërhequr sa më shumë Ballkanin, i cili shpesh ka qenë në ndikim, gjithmonë ka qenë në ndikimin e Rusisë, dhe për ta tërhequr atë drejt Evropës dhe për ta lënë Rusin pak jashtë Ballkanit, i cili dhe e ka ndezur shpesh me konflikte Ballkanin. Kjo ka qenë një nga arsyet që i ka paraprir Edi Ramës në këtë periudhë që kërkon të merrte i Barit. Por ishin shumë të vendosur, Meri. Mua më kujtohet shumë mirë se si u vendos në kushtet e i Barit çështja Ballukut dhe monitorohej në mënyrë të drejtë për drejtë. Por vazhdon që të jetë prap, sepse thënë që janë plotësuar vetëm disa prej kritereve themelore, ato që quhen themelore, por jo të gjitha kriteret. Këto do ndiqen me rreptësi, ka thënë dhe do jenë shumë të kontrollueshëm, që janë për drejtësinë, ato që kanë theksuar dhe dy ambasadorët Gjermani dhe Holandezi, të cilët janë edhe për heqjen e imunitetit, edhe për mbështetjen e drejtësisë dhe për PPP-t, për të gjitha këto, kështu që të gjitha këto do jenë të monitoruara. Se sa do harri pastaj Evropa, ndoshta ka qenë dhe si inkurajim që të punoj qeveria ose të punoj Shqipëria për të antarësuar, një inkurajim i vogël për ta. Po, është një oksigjen të peka me të drejtë për Edi Ramën, i cili e përdor këtu me qetësinë më të madhe. Po, patjetër, sepse ai është ajo që thash në fillim, që ai është i pëlqen kjo dhe diti përdori shumë mirë të gjitha detajet. Sepse ai i opozitës, Meri, urdhëro alibit tuaja, që unë në rast se nuk dorëzoja Ballukun, në rast ran. Dhe praktikisht i ka hequr një kartë, po themin e morale që i ka mbetur vetëm opozitës, së majorancës ka zëtin mbetet, ja hiq nga duart. Unë gjithmonë kujtoj një shprehje tek nëntori 2. Po Evropi ç'thot. Po Evropi. Evropi ka dhe një shprehje tjetër për Evropën. Po, e di, dhe atë nuk na lejon ti ka ta përdorim, unë përdor këtë. Tani Evropi gjithmonë ka qenë vetëm me interesat e saj të ngushta. Asaj nuk i intereson fare nëse populli shqiptar është i lumtur, e do këtë qeveri apo nuk e do. Evropës i intereson peshorja e saj. Në momentin që një favor që i jep Edi Ramës e rregullon peshoren e saj, ajo është shumë dakord që ta japi. Është shumë ndryshe. Prandaj dhe Evropa është kaq e cunguar, edhe është dhe kaq e pa fuqishme edhe përballë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse normalisht nga niveli, nga Amerika vjen nga Evropa, do të thënë krijimi i Amerikës vjen nga Evropa. Këta janë nëna e kulturës, e inteligjencës, po, duhet të ishin e fisnikërisë. Këta duhet të ishin shumë më lart në krahasim me Amerikën në momentin që është bërë Evropa e Bashkuar. Por këta dhe këtu vazhdojnë të jenë individualistë dhe vetëm shikojnë interesat e tyre. U pa edhe në 2020 me Covidin, që secili luftoi të merrte vaksina vetëm për vete. Nuk punoi njëri që duhet marrin të gjithë, secili kush ishte i Zoti. Këtë kanë tendencë Evropa vetëm për veten e saj. Tani është pak më gjerë, është gjithmonë në Bashkimin Evropian, nuk është aq e ngushtë. Ka dhe një teori tjetër, Meri, për shembull, është edhe një teori tjetër që qarkullon, që vazhdimisht e shoh të përdorur edhe nga Rama apo edhe nga po themi ne obortarët e tij, që po Europa e ka provuar këtë më herët, futi Rumaninë, Bullgarinë që ishin korruptuara, mirë, po ka një problem, Meri, Shqipëria, që e bën unik.
Unë nuk e di nëse Rumania dhe Bullgaria më kujtorë mirë, se ndoshta edhe gaboj, po të kenë pasur probleme zgjedhjet siç ka Shqipëria. Unë nuk mbaj mend të jetë konsideruar ndonjëherë Rumania dhe Bullgaria narkoshtete. Pra kanë pasur probleme krimin organizuar, madje kanë pasur prokuror, u bë atje një prokurori speciale. Mos gabosha. Pra, nga kjo pikpamje edhe kjo alibi e Ramës bie. Po të kemi parasysh që në Evropë kur kanë hyrë këto vende, këto janë quajtur gjithmonë si vendet e dorës së fundit. Edhe Rumania, edhe Bullgaria. Europa e dy shpejtësive, patjetër. Këto kanë qenë vendet e dorës së fundit. Edhe ne kështu do jemi, dhe në qoftë se do përfshihemi në Bashkimin Evropian, ne do jemi vendet e dorës së fundit. Por dhe mund të hymë dhe të paguajmë taksa, por të mos marrim përfitime derisa të plotësojmë kushtet. Kështu që nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme për Evropën që të mos ndodhi. Tani puna është mbasi ndodh kjo dhe pranohet i bari, i jepet okay i barit. Ne pikërisht tu. Çfarë fitojmë ne? Çfarë fitojmë dhe çfarë do bëjmë ne? Po, sepse fondet nëse do na japi fonde Evropa, ja do përfundojnë si fondet e Olafit, që janë ndërtuar shtëpitë e gjithë ish deputetëve dhe deputetëve sot, por ama nuk i kanë marrë asnjë fermerët apo ata që kanë vendosur me gjithmonë që të bëjnë. Po dhe fondet e Saspakut. Po, për cilin është Ilir Beqja. Të gjitha, që të gjitha këto janë kështu dhe nuk e di se si do pranojë Evropa që të japi fonde të tjera për Shqipërinë. Dhe ata alokuan tani sa alokuan 100 sa milionçe? Është akordi për plani zhvillimit, nuk është është alokuar. Pa jo nuk është asnjë gjë. Ai është plani zhvillimit që është që jepet për zhvillim. Nuk është asgjë. Po ta krahasojmë tani vendin ton me Malin e Zi, i cili është shumë më përpara se sa ne. Unë mendoj që Mali i Zi, domethënë qytetarët e Malit Zi e kanë parë vlerën e asaj që kanë fituar me Evropën, sepse ata e kanë më të lartë nivelin e jetesës, ata nuk e kanë korrupsionin, nuk kanë mafjen si që kemi ne, apo grupet kriminale që drejtojnë shtetin. Jo si ne, nuk janë në nivelet tona. Mafja në gjithë botën, krimi në gjithë botën nuk ka për të zhdukur ndonjëherë. Po nuk janë në nivelet tona, që ne kemi në shtet. Mund të pasur goditje për lidhje me krimin organizuar me mafën deri në një nivel. Tani sot për shkakun ka dalë Zapatero në Spanjë, kështu që ju zbuluan thesare 3 milion euro, kështu që nuk është ndonjë gjë e zakonshme. Ka hyrë, ashtu siç ndodhi edhe në Elizeu me Macronin, ka hyrë po prap si thua prokuroria, BKH-ja